Vllaznia është shpallur kampione e edicionit 2024-2025 në kampionatin e futbollit të vajzave pasi mundi 2-0 në Final Four Partizanin. Sfida e luajtur në arenën e Demave për vajzat kuqe-blu erdhi me gol nga Arbiona Bajraktari dhe Megidoçi, që i siguruan trofeun në 12 radhasi në kampionat. 45 minutat e para u mbyllën pa gola, ndërsa në minutën e 52 Bajraktari zhbllokon rezultatin, ndërsa në të 72-ën Doçi vulos fitoren. Pas ndeshjes u zhvillua ceremonia dorëzimit medaljeve dhe të kupës, ku antarja Komitetit Ekzekutiv të FSHF Anila Basha i dorëzoi medaljet dhe trofeun ekipit vllaznisë. Me këtë sukses, vajzat e vllaznisë do ta përfaqësojnë Shqipërinë në raundin pareliminator të UEFA Women Champions League 2025-2026. Faleminderit tonë ju që keni ardhur dhe keni mbështetur ekipin edhe në Tiranë. Këtë finale patjetër është një gëzim sepse është mundu i madh gjatë një vitit, është i punë disa vjeçar që ban me këtë ekip. Kështu që edhe fitimi i këtij titulli të gëzon edhe pse është i 12 i radhasi, edhe ky ka vlerë dhe ka meritet edhe kontributin e shumë njerëzve brenda. Është një titull që ne realisht e kishim në objektivin e fillim sezonit, një titull që mendoj ishte plotësisht i merituar. Normalisht jam i lumtur sepse janë 10 vite punë, 10 vite për kushtim, por kjo është fal menaxhimit të zakonshëm që bën presidenti, fal mirë organizimit që ka ky ekip, fal punës vajzave, fal punës stafeve që punojnë me këta dhe normalisht që vijnë edhe këto rezultate. Por megjithatë puna këtyre vajzave që janë pa lodhur na dërojnë ndoshta edhe në momentet nervozizmi që kena në trajnerat, por jam shumë i kënaqur, shumë i lumtur. Jam shumë i lumtur për këtë sukses, sepse është puna e vazhdueshme që ekipi jonë bën me lojtarët edhe me ekipin, e natyrisht që suksesi nuk mund mungojë asnjëherë. Edhe këtë vit natyrisht u shpall me kampion. Thëmë drejtë nuk ka qenë as pak e lehtë, por në fund triumfuam dhe ja ku jemi këtu edhe një herë me trofeun në duar. Viti 9 që unë jam kampione me vllazninë. Jam shumë e lumtur dhe shumë krenare për zgjedhjen që kam bërë tash 9 vite që vazhdoj me qenë pjesë e vllaznisë. Normalisht pretendimi i tyre është thjesht i marrë diçka vllaznisë, por titujt veç radhitën edhe të tjerët le të vazhdojnë të merren me punën e tyre dhe mos mundohen të marrin asgjë nga vllaznia nëse nuk e meritojnë.